Pavarësisht krizës greke, ekonomia në 16 vendet e zonës euro arriti që gjatë 3 mujorit të dytë të këtij viti të shënojë një rritje me 1%, shifra më e lartë në 3 vite e gjysmë. Surprizë janë të dhënat e raportuara nga Gjermania. Ekonomia në një nga vendet më të fuqishme në Europë shënoi një rritje rekord prej 2.2%, më e larta në 20 vite. Eksperti i Institutit të Statistikave në Berlin thonë se kjo rritje më e lartë se parashikimet erdhi si pasojë e rritjes së eksporteve të ndihmuara nga dobësimi i monedhës së përbashkët europiane. Megjithatë, ata nuk presin që këto ritme të vazhdojnë edhe në të ardhmen. Gjatë periudhës prill-qershor, ekonomia në Francë u rrit me 0.6%, Spanja me 0.2%, ndërsa ekonomia italiane nuk lëvizi nga 3 mujori i parë, duke qëndruar në shifrat e 0.4%. Edhe Britania e Madhe shënoi një rritje me 1.1%. Ajo që bën përjashtim është Greqia, ekonomia e së cilës u kontraktua me 1.5%. Edhe ekonomia amerikane është kontraktuar krahasuar me 3 mujorin e parë të vitit. Rritja ekonomike për periudhën prill-qershor është 0.6%, nga 0.9% për periudhën janar-mars. Shifrat optimiste mbi zhvillimin ekonomik dhanë efektin e menjëhershëm në tregjet financiar. Bursat gjermane u hapën me një rritje prej 0.5% që në orët e para të tregtimit dhe Londra e Parisi me 0.4%. Euro gjithashtu shënoi një rritje me 0.4% ndaj monedhës së gjelbër, duke u këmbyer me $1.28.